sot do të zhytemi thellë në një tekst që i ka rezistuar kohës për mijëra vjet, Meditimet e Marcus Aurelius. Por ky nuk është thjesht një libër as pak. Është më shumë si një dritare, një vështrim direkt në mendjen e një perandori filozof që përpiqet të gjente qetësi ndërsa drejtonte perandorin më të fuqishme të kohës. Le ta pranojmë, bota sot është e zhurmshme. Plot stres, pasiguri, lajme pafund, dhe pyetja që na mundon të gjithëve është: si drejtsin mund të ruajmë qetësinë e brendshme kur gjithçka përreth duket se po del jashtë kontrollit? E pra, çuditërisht, përgjigjja mund të mos vijë nga ndonjë guru modern apo ndonjë libër i ri vetëdime. Jo, ajo vjen nga shënimet private, krejtësisht personale, të një prej njerëzve më të fuqishëm të botës antike. Pra, çfarë janë saktësisht këto meditime? Gjëja e parë që duhet kuptuar, ky libër nuk u shkrua kurrë për t'u botuar. Ishte ditari personal i Marcus Aurelius. Ishte vendi ku ai fliste me veten, sfidonte mendimet e tij dhe praktikonte parimet e filozofisë stoike. Jo thjesht për të qenë një lider më i mirë, por për të qenë një njeri më i mirë. Mendojeni këtë libër si një palestër për mendjen. Çdo shënim është si një ushtrim, një përpjekje për të forcuar karakterin dhe për të gjetur paqe të brendshme. Nuk është teori abstrakte, por një udhëzues praktik i përditshëm për jetën. Thelbi i gjithë filozofisë stoike, e gjithë ideja, mbështetet në një pyetje të vetme, por që ndryshon gjithçka. Çfarë është vërtet nën kontrollin ton? Kjo pyetje vetme ndan realitetin në dy pjesë krejtësisht të ndryshme. Nga njëra anë, kemi botën e jashtme, motin, trafikun, opinionet e të tjerëve, ngjarjet botërore, janë gjëra që thjesht ndodhin, pavarësisht se çfarë duam ne. Nga ana tjetër, është domeni ynë i vetëm, mendimet tona, gjykimet tona dhe mënyra se si zgjedhim të reagojmë. Pikërisht këtu qëndron e gjithë fuqia jonë. Dhe kjo na çon te kjo ide kaq e fuqishme. Paqja e brendshme nuk është diçka që e gjen rastësisht. Është diçka që e krijon, duke u fokusuar vetëm te gjërat që mund të kontrollosh dhe duke pranuar me qetësi gjithë pjesën tjetër. Në rregull. Pra, nëse s'mund t'i kontrollojmë ngjarjet, ç'bëjmë atëre? Thjesht dorëzohemi? Përgjigjja stoike është jo, as pak. Përgjigjja është të jetosh në harmoni me rendin natyror të universit. Stoikët kishin një fjalë për këtë: logos. Mendojini si arsyeja kozmike, logjika universale që i jep kuptim gjithçkaje. Për ta, asgjë nuk është aksidentale. Çdo gjë që ndodh, sado e vështirë, është pjesë e një tabloje më të madhe dhe ka një qëllim. Dhe kjo ide kulmon me një koncept absolutisht jashtëzakonshëm: amor fati, ose dashuria për fatin. Kjo nuk është dorëheqje pasive, ç'ti bësh. Përkundrazi, është një përqafim aktiv i fuqishëm i gjithçkaje që jeta sjell, të mirat dhe të këqijat, duke i parë si të nevojshme dhe madje të dobishme për rritjen tonë. Dhe Markusi ne kujton vazhdimisht: jeta është kalimtare. Lavdia, pushteti, pasuria, të gjitha këto janë të përkohshme, zhduken. Po ky nuk është një mendim për të na dëshpëruar, përkundrazi, është një thirrje urgjente për të fokusuar te vetmja gjë që ka vërtet rëndësi, të jetojmë me virtyt dhe qëllim në kohën e kufizuar që kemi. Mirë, i kuptuam parimet themelore, por si zbatojmë ato në praktik? Si bëhet kjo? Këtu meditimet shndërrohet në një manual të vërtet për ndërtimin e karakterit përmes disiplinës së vazhdueshme. Gjithçka mbështetet në 4 shtylla: urtësia për të parë botën qartë, drejtësia për të sjellë drejt me të tjerët, guximi për të përballuar çdo vështirësi pa u ankuar, dhe vetëpërmbajtja për të kontrolluar impulset tona. Për stoikët, kjo është e vetmja e mirë e vërtet. Dhe ja si e stërviste mendjen Markusi çdo ditë, ai praktikonte të shihte gjërat objektivisht, pa shtuar drama, përpiqej të jetonte plotësisht në të tashmen, jo në të shkuarën apo të ardhmen, dhe përpiqej të kuptonte të tjerët me durim, duke e ditur se ata shpesh veprojnë nga padia, jo nga ligësia. Por kujdes, stoicizmi nuk është të mbyllësh në guaskën tënde dhe të merresh vete me veten. As pak, si perandor Markusi e shitet detyrën e tij ndaj të tjerëve si përgjegjësinë më të lartë. Ideja është të kontribuosh për të mirën e përbashkët, thjesht sepse është gjë e duhur për të bërë. Kaq. Dhe tani vim te pyetja kryesore: pse një ditar 2000 vjeçar duhet të ketë rëndësi për ne sot? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse sfidat themelore njerëzore, ankthi, humbja, frika, kërkimi i kuptimit nuk kanë ndryshuar fare. Mendojeni si një sistem operativ për mendjen. Na jep mjetet për të menaxhuar stresin, për të ndërtuar qëndrueshmëri përballë vështirësive dhe, mbi të gjitha, për të kultivuar një fortesë të brendshme qetësie, pikërisht në mes të kaosit modern.
Prandaj, po e mbyllim me një pyetje praktike. Duke ditur që fuqia jonë më e madhe qëndron te kontrolli i mendimeve, cili është ai mendimi vetëm, ai reagim që do të zgjedhësh ta menaxhosh ndryshe? Duke filluar nga sot, këtu, pikërisht këtu, fillon praktika e vërtetë.